Një sharabajk gjyqtare me 5 mbiemra dhe që ka kaluar vettingun si fundërrin, duke u tërhequr nga ankimimi që kishte bërë komisioneri i parë publik. Një fëlliqësira komisionere që kishte zvendësuar komisionerin publik që kishte bërë më parë ankimim, duke u lënë në fuqi vendimin e palaçove të KPK-s. Një sjellje e përshtirë me shumë standarde e kësaj palo gjyqtareje, që në vitin 2007 e gjuajtë në sallë të gjyqit për aferat që bënte me vendimet korruptive ndaj hallexhinjve në gjykatën e Fierit. Kur disa subjekte të tjera, nën hetim, ja kërkojnë dorëheqjen, kjo nuk ikën, se nuk e lejojnë padrino të ikë, kur sheh që pazaret i buzëqeshin kësaj vemje, dhe që ka një shkelje syri nga prokurori i çështjes për të bërë qoken e radhës atyre që ju është borxhli, kjo kujtohet se duhet të jap dorëheqjen për morale parim, se pas ka qenë gjyqtare në seancë paraprake. Këta janë turpi i drejtësisë dhe përfaqësojnë llumin dhe fundërrinat e të gjithë sistemit. Ky model bastardësh bën pistë çdo gjyqtar dhe prokuror dinjitos, të ndershëm e me karakter që ka sistemi, dhe nuk besoj që ka pak. Kjo është nën hetim dhe vetëm për këtë fakt duhet të pezullohet nga KLG, nga funksioni i gjyqtares. Të paktën derisa prokuroruci në SPAK, që u investua për vettingun e kësaj, të mbarojë ose mbyll hetimet. Tur Metan, konstruktori i LD-s, që bën sehir me çdo qelbanik të sistemit të drejtësisë, duhet i kërkonte shumë kohë më parë KLG-s pezullimin e Irena Gjoko Manokut dhe të kishte nisur hetim. Turp, por palaçot nuk e njohin as turpin as moralin.